Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, I cili Zoti I vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamat janë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, I cili është profeti I fundit, mëshira e gjithësisë dhe mësuesi I njerëzimit. Allahu na këshillon Kur'an me fjalën e Tij, o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si takon atij dhe asesi mos vdesni ndryshe vetëse me iman. Të dashur vëllezër, Allahu I lartësuar e ka tërheqë vërejtjen për njerëzit të cilët janë dhënë mas pasunisë dhe evlatëve, sa e kanë humbë edhe qëllimin e krijimit, e kanë harru për çka kanë ardhur në këtë dunja, edhe kanë bë vlerësimin e të tjerëve në bazë të standardeve të kësaj bote, në bazë standardeve që ata I kanë vendosur vetë. Zoti ka thënë në Kur'an, a menduat jo se na kur t'ja japim dikuj pasunin pa hesab, edhe shumë fëmijë pa hesab, do të thonë më u livdu para tjerëve, jemi t'ja ushtu të mirat, edhe jemi t'ju veçun nga të tjerët, jo, thot, keni kujdes. Ata të cilët janë mashtruar mas tyre dy standardeve të gabume, ata nuk janë të e kuptu realitetin për çka janë kriju. Ata janë në një gjumë, në një ëndër. Prandaj të dashur vëllezër, është tërheqje e vërejtjes nga Zoti I gjithësisë, kushdo I cili është të mendu pse ka bë pare, tash te para hyn edhe pushteti, hyn edhe fama, ose përpara se tash mos së të këshur me bë kush fëmijë, një, dy, mas shumëti, se edhe vetë zdojnë për dhe gratë singojnë, edhe gratë singojnë sot. Në kohët pejgamberit alayhi salatu wassalam, Rasulullahit I kanë vdek fëmijët, mushrikët, qafirat, një vretjeve që kanë pas edhe pikave dobta, që kanë bë me kishë pejgamberit, kanë thonë, ti më konë pejgamber, të rënojnë fëmija, nuk desin sidomos djemët. Njoni që ka thonë, unë që kam shumë djemë. Allahu Gjalleshanu I ka thonë pasaj në Kur'an, inne sha'eke huwal abtar. A do të se fama ti ka me vazhdu, e fama jote ka me marë fund, se s'ki me pas ti fëmijë për me ta vazhdu emnin. Ka thonë, vërtet ai cili po të kritikan për livdot, e po të kritikan ty, qaj ka me marë fund fama. Ai s'ka me pas kur far emni mas vdekjes, emni pejgamberit alayhi salatu wassalam, veç në ezan parashikohet në bazë të lëvizjes së, do të thonë, të minutave të drekës së sabahit të vakteve, parashikohet 18 miliard herë me u thonë më rana ditës ashhadu anna Muhammeden Rasulullah në ezan, 18 miliard. E ku hutbja, ku namazi, ku ajo, kjo, sepse Zoti është ai që I vendos standardet se ku I kam ju përmend emni. Zoti është ai që I vendos standardet se çka është e saktë për me punu, por mu konsideru unë ose ty ose ai tjetri se jemi mirë, e se Zoti na ka dhënë mirësi, e nuk I konsiderojnë, nuk I vendosin standardet njerëzit. Prandaj në momentin që njerëzit kanë vendosur standarde të rreme dhe në bazë të atyre standardeve e vlerësojnë dikon a mirë, edhe dika na o keq, këtu lind problemi. Se ty njek standardet e tyne, na pastaj bim në grack të atyne vetë. Ku kërkush për shkak nuk thot filoni që 20 vjet e fal sabajin në xhami, mashallah. Kjo standard I nalt, me fal namazin në xhami, me shkun haxh. Kret njerëzit I këqyr me standardet pasunisë ose të fëmijëve. Allah ka tërheqë vërejtjen në Kur'an. Sa njeri që ka nga mas shtyne standardeve dhe s'ka qenë musliman. I kemi dëgjuna që kanë rënë depresion. Kemi dëgjuna që kanë fillu me pi drogë, me pi alkohol, me unda për familjeve të veta. Pa kur farë, sa kemi dëgju prej tyne që edhe kanë mytë vetën në fund. Dini ju raste. A keni pa dikun që një njeri është hallig, I ngrat, I varfën, me telashe, në botën islame me lufta, edhe ka mytë vetën, edhe ka rënë depresion,
A dinti në për botën islame që ka zyra por me shku me i trajtu depresionet jo. Po që mysin vetën fukarat musliman kur jo. Po pasanikët jo musliman sa dush. Sa dush. Pse? Se Allah ka thonë Kur'an, kush jeton larg rrugës Zotit. Jeta ati ka më konë gjokë si kam ju shtëngu. Qysh kam ju shtëngu, si kur se thot kur e merë një zëg, edhe gjundi kam prej nalt, me kryt të poshtë. Edhe ajri që po hynë kanë trup, shumë larg. Ose e kanë krasu ulemaja, ose miniven ku s'ka ajrë, për te ajrit nalt, edhe veç kanë të ngushtu gjokë si se s'ka ajrë, ose të ratë të poshtë, ajri pa kontrolë hynë në gojë edhe s'mun me marë frymë shlirë. Kështu ka krasu Allah të një cili është pa din, pa standardin, pa mirësinë më të madhe që Zoti e ka dhënë dikuj. Kur standardet i vendosin në bazë të pasunisë edhe në bazë të evlatëve, edhe ma e keqja kësaj, pasunia nëse bëhet me haram, ose dyta, nëse bëhet sebe për me deviju në udhën e Zotit. Ne nuk jemi të folë për musliman që fitojnë me halal. Shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, disa prej tyre kanë qenë multimiliarder, jo milioner, miliarder. Prej tyre ka pas që s'kan pas me hongër buk, kë ka dhënë zeqatën, e ka dhënë sadakën, e ka dhënë vitrat, në rregull je. E ke fitu me halal, e ke shfrytzuar në halal, e ke kry borxhet e Zotit. Allahu ta shtoft. Por nëse s'ka iman, nëse s'ka besim, të gjitha tjerat janë pavlefshme. Prandaj ulemat kanë thonë një njeri i cili gjithat mirat i ka 0. Nishi përpara është imanin Zot. Kur gjë nuk i vlen asgjë në botë njerit, nëse se ka imanin. Prandaj lypeni çet standard. Ngriteni çet standard, kërkojeni çet standard. Gjëja e parë me të cilat fillon besimtari me pa është në standardet sakta apo është në mashtrim të shejtanit. Është me këshir a ka filluar me 5 vakt namaz. Të dashur vëllezër, kretë vepra tjera në të mira. Agjerimi, zeqati, haxhi, umreja, respektimi prindërve. Gjitha. Mas kryesorja në ibadete është namazi. Ju kërkoj ndjes juve të cilët e falni vetë xhuman. Nëse s'filloni 5 vaktin, sado që je burr i mirë, sado që ty ngrit standardet, ke bë parë, ke bë me halal kret, e ke bë këtë, ke bë atë. Je të respektu babën e nanën, banki ka prej juve që e lanë babën e vetë se smut e ka në shtrat, me vite. Allah është shpërbleft. Nëse dënë me ditë ku je ti, temeli, baza është me janis 5 vaktin me falë. Veç farzën me lënë si ja falë. Veç farzën. Të dashë vëllezër, pa shas Zotin. Me bo me ngritë që standard dhe mja ditë vlerën që ti standardi, pa shas Allahin. Do t'ishin në gjendje çdo sen me sakrifiku për 5 vakt. Merreni këtë fjalë prej meje, se jam as më i mirë, as prej jush, as më i mëshme. Thjesht, më zhvendos kjo përgjithësi nga Zoti, unë më konë qëtu. Me edhon që të këshill. Nisjen e prizat Zotit, ata që se falin 5 vaktin. Thuj Allah të zëgjel, unë e vetëm shpirti kur ndel, unë e la 5 vaktin. Që e standardi majnal që mundi me vlerësu vetën ku jeni. Kretë tjerat të mira janë, në rregull janë, por nuk vjen para kësaj. Po du një ndërhymje, veç të vogël që më s'keq kuptohem. Para namazit vjen besimi i sakt. Runu mos bëni shirk pa vedije, se me vedije di që se bëni. Pa vedije qësh. Gabimisht. Me shku të filan tyrbja, të filan vorë, me lën pare, me ju lut, me shku të filan hoxha në thojza, e me shku një hajmalijaj, e me thonë sillu rreth filan lisit atje në atë livadhen e madhë, ku aj lisit lëlloj, këty në rujuni, se as namazin nuk vlen nëse i bën qëto njeri, nëse i beson qëto njeri. Merë e bën e nezër një gjell, e bën e një dashe që e të filan tyrbja mës për i zatë Zotit. Këto janë më të rëndësishme se namazi, por në praktik, në lëvizje, namazi. Pasha Zotin, kur ta keni namazin, as ka me të interesu filoni që ka boni, sa ka bo pare, sa ka bo, pse ne i milshu në një përfund, ka për përfundoj, i milshu masi standardi që ka arë sot, gjdo kush i cili pak ka pare, detyrimisht me ndonë se duhet pa tjetër me bleni banes, pa tjetër me pas një kert mirë.
Pse ne nuk bëjmë standardet që patjetër duhet më fal? Patjetër duhet më fal. Për i Zotit Zotit, për i Zotit Zotit, për i Zotit Zotit, ecni me standardin e atij që të ka kriju, asesi me standardet e imponuara nga jo muslimant. Andaj kërkuj mos ka merrni lakmi i cili fundin e ka ose në vetvrasje, ose në depresion, ose në xhehenem. Merrni lakmi atij i cili e fal vetë sunetin e sabahit, për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë suneti i sabahit është më hajër se këtë dynjaja edhe çka ka në ta. Hajde ngritet çet standard. Ku an farz e sabahit, ku ai drekës, ku është i qenisë e akşamat e yatsis. Allah na bëf për atyre të cilët jemi të kujdesshëm ndaj dinit të Zotit. Allah na mundsoft me jetu me islam, me vdek me iman, ya Rabb. Allah na mundsoft me ngrit standardet ashtu siç e kërkon Zoti dhe siç na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam. O Zot, bëj pasues të Kuranit, pasues të sunetit, pasues të së vërtetës, na ruaj nga devijimi, na ruaj nga lahmia, na fal neve, fali prindrit tan, mëshiroj të vdekurit tan, udhëzoj vlladet tan, ya Arhamar Rahimin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.